Fryti I vetvlerësimit është reformimi I shpirtit. Kjo thënie e mençur e Imam Aliut nxjerr në parë rëndësinë e ndërgjegjes dhe vetvlerësimit në procesin e zhvillimit dhe pastrimit shpirtëror. Në vazhdim, Imam Aliu thekson se fryti I angazhimit në vetvlerësim dhe vetreflektim është reformimi I shpirtit. Kjo do të thotë se kur individët mendojnë sinqerisht për veprimet e tyre, pranojnë gabimet e tyre dhe përpiqen të korrigjojnë sjelljen e tyre, ata do të dëshmojnë një transformim pozitiv brenda vetes. Ky transformim manifestohet në formën e rritjes së vetdijes, ndërgjegjes së lartë për praninë e Allahut dhe një angazhimi të forcuar për të jetuar një jetë të drejtë dhe të virtytshme. Rëndësia e vetvlerësimit dhe vetpërgjegjësisë theksohet edhe në Kur'an. Në surën Hashr, ajeti 18, Allahu thot: O ju që besuat, kini frikë Allahun dhe çdo njeri le të shikojë se çfarë ka përgatitur për nesër dhe kijeni frikë Allahun. Vërtet, Allahu është I njohur me atë që punoni. Ky ajet I inkurajon besimtarët që të angazhohen në vetmendim dhe të vlerësojnë veprimet e tyre në dritën e ditës së gjykimit. Duke vepruar kështu, individët bëhen më të vetëdijshëm për veprat e tyre dhe motivohen të përpiqen për drejtësi. Për më tepër, në surën Tagabun ajeti 9, Allahu thot: Ditën kur ai do t'ju tubojë në ditën e tubimit, kjo është dita e provimit. E kush beson Allahun dhe bën vepra të mira, ai do t'ja largojë veprat e këqija dhe do ta shpjerë në parajs, nëpër të cilat rrjedhin lumenj ku do të jenë përgjithmonë. Kjo është arritja e madhe. Ky ajet nxjerr në pa shpërblimin për ata që angazhohen në vetpërgjegjësi dhe përpiqen për drejtësi. Allahu premton t'u afal mëkatet dhe t'ju jap lumturi të përjetshme në parajs. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për muslimanët që të angazhohen rregullisht në vetvlerësim dhe vetmendim. Duke vlerësuar me ndershmëri veprimet, synimet dhe mendimet tona, ne mund të identifikojmë fushat për përmirësim dhe të punojmë drejt reformimit të shpirtrave tanë. Ky proces I vetmendimit çon në zhvillimin e vetdijes, zhvillim shpirtëror dhe një lidhje më të fortë me Allahun. Ai na lejon të harmonizojmë veprimet tona me mësimet e Islamit dhe të përpiqemi për drejtësi në të gjitha aspektet e jetës sonë. Si përfundim, thënia e Imam Aliut thekson rëndësinë e vetvlerësimit dhe vetmendimit në udhëtimin e zhvillimit dhe pastrimit shpirtëror. Duke u angazhuar në vetmendim, muslimanët mund të identifikojnë dobësitë e tyre, të korrigjojnë sjelljen e tyre dhe të përpiqen për drejtësi. Ky proces I vetpërgjegjësisë çon reformimin e shpirtit dhe një lidhje më të ngushtë me Allahun. Allahu na dhën të aftësinë për të angazhuar në vetvlerësim të sinqertë dhe na bekoft me reformimin e shpirtrave tanë.